Objektet të ndërtuara pa leje dhe në tokë shtetërore apo muret e vendosura pa leje paraprake që kanë pësuar dëme gjatë vërshimeve të para 3 diteve apo rëshqitjes së dheut, nuk do të jenë pjesë e planit për kompenzim të dëmit nga ana e komunës. Këtë ka bërë të ditur sot kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami, i cili porositi banorët që të mos ndërtojnë në tokë shtetërore dhe pa leje apo mjete adekuate, sepse kushtu vetëm se do vënë veten dhe familjet e tyre në rrezik. Shtabi i krizës edhe përfaqësues të komunës janë në terren. Sipas vlerësimit ton, pika më kritike paraqitet rrugat e banjës pra Tetovë deri në banjën e qytetit. Pika tjera janë më shumë në parcela private dhe objekte private ku fatkeqësisht një pjesë e tyre janë të ndërtuar pa leje, ku e ka vështirë edhe komuna edhe qeveria për të intervenuar. Pra, njëre për gjithmonë duhet të mësojnë qytetarët që ndoshta ju duket më e levërdishme që të ndërtojnë në pronë shtetërore në përkodrinat e qytetit të Tetovës, por këtu komuna dhe shteti kanë të pamundur që të intervenojnë me investime, sepse për të investuar komuna duhet plan, duhet projekt, pra duhet që ajo të bëhet me standardet që i kërkon ligji dhe që i kërkojnë kushtet e ndërtimit. Kështu që edhe një herë bëj thirrje të gjithë qytetarët që të kenë kujdes për jetën e tyre dhe të familjeve të tyre në momentin kur vendosin për të ndërtuar një shtëpi dikund pa leje dhe ku nuk janë të garantuara kushtet. Marrë parasysh se rëshqitjet e dheut janë të shpeshta në rrugën e banjës, ndërmarrja publike komunale e Tetovës ka formuar ekip të veçantë për rrugë për tek banja e Tetovës. Po, për shkak se rruga e banjës paraqet rrezik për qytetarët, që nga dita që kanë filluar të rreshurat e shiut, domethënë ne kemi formuar një ekip apostafat që është për çdo ditë është në terren dhe kujdeset për rrugat e jetë kalueshme. Me ngrohjen e motit, komuna ka paraparë që në rrugën e banjës të intervenojnë në heqjen e dheut dhe gurëve të mëdhenj në disa pika ku rëshqitjet janë të përditshme.